OSB Odir ka publikuar raportin para prag me gjetjet e deri tanishme për fushatën e zgjedhjeve të 11 maj, duke ngritur shqetësimin për përdorimin e burimeve shtetërore dhe presionin ndaj administratës publike nga ana e qeverisë, duke cënuar kështu garën elektorale. Në raportin para prag, OSB Odir thekson gjithashtu shqetësimet për rrezikun e demokracisë dhe lirisë së shprehjes në Shqipëri. Keqpërdorimi i burimeve shtetërore dhe fushata në publike e institucioneve është ndaluar, por shqetësimet vazhdojnë për presionin ndaj nënpunësve civil, ndikimin e padrejtë mbi votuesit dhe keqpërdorimin e aseteve publike. KQZ ka marrë ankesa të shumta lidhur me shkeljet e fushatës dhe vazhdon të monitorojë në mënyrë aktive pajtueshmërinë, duke përfshirë aktivitetet online të 50 institucioneve publike. Klima politike karakterizohet nga polarizimi thellë, përçarje e brendshme partijake, raste korrupsioni të profilit të lartë në vazhdim dhe shqetësime në rritje për qeverisjen demokratike dhe lirinë e shprehjes. Sulmet personale ndërmjet liderëve të partive kryesore janë të zakonshme, duke përfshirë ato në internet, siç janë akuzat për korrupsion dhe lidhjet me krimin e organizuar. Mëtej, OSB Odir ndalet edhe tek arrestimi i 2 liderëve të opozitës, kreu të Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili ndodhet në burg, dhe kryetari të Partisë Demokratike Sali Berisha, që u mbajt 1 vit nën masën e arrestit shtëpiak. Në tetor 2024, ish presidenti Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, u arrestua nën akuzën e korrupsionit. Muajin pasardhës, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u lirua nga arresti shtëpiak, pasi u revokuan akuzat për korrupsionin ndaj tij. Një seri protestash antiqeveritare, të cilat nisën në 2024 dhe vazhduan në 2025, kritikuan gryerjen e institucioneve demokratike dhe akuzuan qeverinë për korrupsion dhe keqpërdorim të burimeve shtetërore. Protestat ishin gjithashtu përgjigje ndaj arrestimeve, të cilat disa grupe opozitare i perceptuan si të motivuara politikisht. Në raport theksohet vendimi censurues i qeverisë Rama për mbylljen e platformës sociale TikTok në prag të fushatës zgjedhore. Më 6 mars, Këshilli i Ministrave ndaloi përkohësisht hyrjen në TikTok. 3 organizata të shoqërisë civile kundërshtuan këtë vendim në gjykatën kushtetuese më 25 mars për shkeljen e mundshme të lirisë së shprehjes. Në raport përmendet edhe fakti se edhe në zgjedhjet e 11 majit, shumë nga rekomandimet OSB Odir nuk janë adresuar dhe nuk janë implementuar.